11 komuna fituan grante në kuadër të projektit për forcimi i këshillave komunal për zbatimin e projekteve. Deri në $50.000 morën vetëm 3 komuna, mes tyre edhe komuna e Çajirit. 11 vetë qeverisje lokale aplikuan dhe fituan më shumë se 15 grante që shpresoj se në periudhën që vijon, përmes mbështetjes së pushtetit qendror dhe ndihmës së donatorëve të huaj, se këto projekte do ta shohin dritën dhe do të mundsojnë që komunat të bëhen vende më cilësore për jetesë. Ambasadorja e Suedisë tha se gjatë 3 viteve të fundit, Suedia ka rritur mbështetjen për vendin për 100%. Ajo pret që do të shihen rezultate konkrete. Këto janë projekte kyçe infrastrukturore për komunat, siç janë rrugë, ura, kanalizime dhe të ngjashme, efektet e të cilave do të ndjehen së shpejti. Kreu i Çajirit tha se me këtë grant parashit vendosja e pompave të ngrohjes nëpër shkollat fillore. Vlera maksimale që është mund të merret nga ky grant është $50.000, ashtu që komuna jone është fituesja apo komuna e vetme shqiptare, pas efikasitetit energjetik, gjithashtu pas vendosjes fotovoltaikëve nëpër shkolla, kuptohet që edhe tash vendosja e pompave të ngrohjes dukshëm do i zvoglon harxhimet nëpër shkolla fillore, që është prioriteti joni, edhe në atë mënyrë do të kemi mundësi që të kontribuojmë në ambientin jetësor të jetë më i pastër. 8 komunat e tjera kanë marrë grante deri në $20.000. Kjo është thirrja e dytë publike e kësaj natyre, ndërsa në fazën e parë ishin zgjedhur 13 komuna. Në kuadër të këtij projekti paralajmërohet edhe një thirrje e tretë.